Aja që e bën me rënë mëkat është kush? Besimi s'po themi i tepruar, po i deformuar në raport me faljen apo. Në raport me faljen apo. Dhe shpresa në falje apo. Don ti me besu se Allah ta fal apo është në rregull. Por besimi se Allah ta fal do të më kon më aktiv para mëkatit apo pas mëkatit? Pas mëkatit apo. Nëse është i ndërlidhur me shpresën. Nëse para mëkatit, realisht situata normale dhe gjendja e duhur është që me qenë aktive kush? Frika. Aja e dominon e të nalë. Momentin kur ti për shembull apo e ki nivelin e besimit se Allahu xhallahu ta fal para mëkatit, në nivelin që duhet me pas mëkatit, ki më ranë mëkat. Nuk mundesh kur ti me çfarë do lloj kapaciteti, aftësie dhe ruajtje me kon i mbrojtur nga mëkatet nëse nuk kryen Allahu te barekuhu te ala. Që kjo është ideja. E këtë tani çdo mëkat është në favor të besimtarit. Kur ai mëkaton. Tjetër ka thënë mëkajmë Allah wa idharu izzi rububiyya. Edhe me tregu domon e përsin e Allahut dhe kënaqërinë e Allahut xhallahu ala dhe madhështinë e Allahut xhallahu ala mbi krijesat e tij. Se veç ajo është i pagabueshëm apo. Veç ajo është i pagabueshëm. Këti gabojnë apo. Këti rësosin, këti gabojnë, këti harrojnë apo. Që kënë djenë të ndërrodhë që e fiton njëri edhe në mëkatim. A din sa pas të i duhet në adhurim? A din sa të krymë punë në adhurim? Kër thush estakfirullah, për shambull. Fuqia e fjallës estakfirullah, e ti imbushën me ndjeni se kini ojë për Zotë Gjellewala, o shumë me fuqishme, shumë me ndikim se fjallë estakfirullah e zemre e zbrazën nga bindja se kini ojë për Zotë Gjellewala. Dalan, po të mos ishte mëkati, do të shkatëroj bire demin nga me të pëlqimi. Dan nga dalë, apo dikur e kupton që këto veprat mirë onë po i bëjnë, jemi pa mëkate kështu më radhë. Na kur flasim për mëkate se bëjnë në Allah, se të folëm për mëkate e mëdha ato që mëkate të kryejnë tjera, të trokuptim ta. Po që shpërfaqen dobësinë e njeriu dhe shpërfaqen domthon nevojën e vazhdimit për Allahun te barekuhu te ala. Një mëkat që bën me u përul për Allahun xhallahu ala është më i mirë se një adhurim që të bën me u lavdru për atjera. Unë e kumë bënim kumë, e vjen mëkati që me enal avazin e lavdatave, që të kthehesh në pragun e adhurimit ndaj Allahut te barekuhu te ala se pa Allahun xhallahu ala ti as këtë sikse basa sikse bota.